Për kanë votuar 66 deputet, kundër kanë dhënë votën 44 deputet dhe 8 të tjerë kanë abstenuar. Konstatoj se Kuvendi zgjodhi deputeten Albolena Haxhiu për kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetare së Kuvendit i dëshiroj suksese dhe punë të mbarë në legjislaturën e 10. Ftoj kryetaren e posaçëzgjedhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonjën Albolena Haxhiu, që ta zërë vendin e saj dhe të merr kryesimin e seancës themeluese. Faleminderit shumë të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Më lejoni që t'ju drejtohem me një fjalë rasti. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar shkëlqësi ambasador, të gjithë të tjerë të pranishëm në këtë seancë konstituive, si dhe ju media që po e përcjellni këtë seancë. Më lejoni së pari t'ju falenderoj për besimin e dhënë në udhëheqjen e legjislaturës së 10 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Sot e marr këtë detyrë me vetdije të plotë për peshën kushtetuese që ajo mbart dhe me respekt të thellë për vullnetin e qytetarëve që na kanë sjellë këtu. Dhe këtë besim do ta nderoj me punë të përditshme, me transparencë, por po ashtu edhe me përkushtim të plotë. Të qenit në krye të Kuvendit do të thotë të shërbesh Republikës, rendi demokratik dhe besimit publik. Kuvendi është shtëpia politike e të gjithë qytetarëve tanë, edhe atyre që pajtojnë me ne, edhe atyre që mendojnë ndryshe, sepse shteti ju shërben të gjithëve. Detyra ime do të jetë të siguroj që Kuvendi të funksionoj me dinjitet, transparencë dhe me respekt të ndërsjellë, në përputhje të plotë me kushtetutën, ligjet dhe praktikat më të mira parlamentare. Do të sigurohem që secili prej jush ta gjej hapësirën e vet këtu me të njëjtin dinjitet dhe me të njëjtin respekt. Nga se një kuvend funksional është parakusht për një shtet të fortë dhe një demokraci të qëndrueshme. E di që kemi ardhur këtu me histori të ndryshme politike, me qëndrime të ndryshme, me bindje që shpesh nuk përputhen, por sot në këtë sallë ne kemi një detyrë të përbashkët. Tu shërbejmë qytetarëve me ndershmëri, me përgjegjësi dhe vizion, sepse ata presin nga ne zgjidhje, punë konkrete dhe bashkëpunim për të mirën e përgjithshme. Pavarësisht se dallimet tona janë reale, përgjegjësitë i kemi të përbashkëta. Kuvendi është vendi ku përballen dhe merren vendimet, por ky institucion përtej rregullave dhe procedurave është vendi ku qytetarët e matin seriozitetin ton. Ata e shohin nëse dim të dalim nga llogaritjet ditore kur preket e ardhmja e vendit. Prandaj ju ftoj që debatet t'i zhvillojmë me argumente, kritikat t'i shoqërojmë me përgjegjësi dhe dallimet t'i mbajmë brenda respektit të ndërsjellë. Nuk është e nevojshme të mendojmë njësoj, por është domosdoshmëri të punojmë në të njëjtin drejtim në shërbim të Republikës së Kosovës dhe në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne sot debatojmë lirshëm në këtë sallë fal sakrificës së madhe të popullit tonë për liri, përfshir luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kontributin e madh të grave dhe burrave që dhanë gjithçka për vendin. E sot këtu, në këtë pasditë vim, pasi gjatë tërë ditës kishim seancën gjyqësore ndaj ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Historia e popullit shqiptar të Kosovës është e qartë dhe është e drejtë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për çlirim. Dihet kush ka qenë agresori, dihet kush ka bërë krime në vendin ton, ato janë të regjistruara dhe të dëshmuara nga bota mbar. Ato krimi janë kryer nga Serbia, e cila
kur asnjëherë nuk u përball me drejtsinë në mënyrë serioze. Përkundrazi, kriminalët e luftës u ricikluan në pushtet e u amnistuan. Ne presim që ish krerët e UÇK-s të kthehen sa më parë në vend dhe tek familjet e tyre, dhe që këto orvatje të prokurorisë të marrin fund sa më parë. Për këtë duhet jemi bashkë. Prandaj të dashur deputet, në veçanti për çështjet që prekin interesin kombëtar, duhet të flasim me zë të qartë e të kemi qëndrim të përbashkët, me zotimin se kjo republik ka institucione që i dalin zot edhe në momentet më të vështira. Të nderuar deputet, ju siguroj se detyrën e kryetares së kuvendit do ta ushtroj me panshmëri, integritet dhe përkushtim të plot institucional. Dera ime do t'jetë e hapur për çdo deputet që sjell ide, kritik apo propozim që e forcon një kuvend funksional dhe një republik moderne. Juftoj që dallimet tona politike t'i kthejmë në energji që na shtyn përpara për t'u përballur me përgjegjësitë e mëdha që na presin. Kosova e meriton një kuvend që punon me dinjitet dhe përgjegjësi, qytetarët meriton një politik që i dëgjon, që vepron dhe që e mban fjalën. Kjo është puna që na pret dhe këtë standard do ta ndjek secilën ditë të këtij mandati. Le ta shfrytëzojmë pra këtë mandat për të ndërtuar besim, për të forcuar institucionet dhe për ta quar vendin përpara. Le ta mbajmë këtë shtëpi politike të hapur dhe të drejtë për secilin që hyn këtu, sepse ky është thelbi i demokracisë. Në këtë frymë ju falenderoj për besimin dhe ju uroj punime të mbara kësaj legjislature, gjithnjë në shërbim të Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve tanë. Faleminderit shumë.